Leonida, të përshëndes, duket se kemi një bilanc paraprak sa i takon sipërfaqeve në ujë, por edhe banesave të përmbytura. Cilat janë këto të dhëna që ke mundur të sigurosh? Përshëndetje Kasandra, në fakt ditë pas dite shtabi i emergjencave civile këtu në qytetin e Durrësit bën bilancet 24 orë që le të themi, bilancet e të fundit që vijnë nga terreni janë këto. Në zonën e Suktit kemi 900 hektar tokë bujqësore nën ujë, në Katundin e Ri 50 hektar tokë nën ujë, ndërsa në Shijak 600 hektar tokë të cilat të vijojnë të jenë nën pushtetin e përmbytjeve. Nga këto janë 43 banesa në qytetin e Shijakut, të cilat kanë patur probleme dhe po vazhdojnë me akt konstatimet, ndërkohë që në të gjithë territorin e qarkut të Durrësit janë plot 5200 banesa të cilat janë konstatuar si banesa të cilat kanë patur përmbytje. Nga këto deri tani, sipas shtabit të emergjencave dhe grupeve të punës të cilët ndodhen në terren tashmë na bëhet me dije se deri në këtë momente akt konstatimet kanë arritur në 1400 objekte të cilat kanë patur prani ose kanë patur dëme si pasojë e përmbytjeve të cilat të nisën në datën 6 janar në qytetin e Durrësit. Pra qyteti i Durrësit ishte qyteti i parë i cili ra si pasojë e përmbytjeve, të cilat këtë radhë ishin më të mëdha se asnjëherë tjetër përgjatë të viteve të fundit.